tregon një histori të vërtet, një psikiatër shumë i dëgjuar, Karl Menninger, në dietarin e tij e thot këto fjalë. Kishte një milioner, disa miliona të ardhura në vit, edhe kishte bërë një tentativë për të vrarë veten. E ky po përpiqej ta shëronte, duke bërë psikoterapi, duke i dhënë mjekime, gjithçka tjetër. Dhe në bisedë i tregon këtë gjë. Ai që ishte në tentativë për të vrarë veten, ndonse ishte milioner, e thot më kap ankthi shumë i madh. Mu nuk më duhet kjo pasuri, thot. Po ankthi se çfarë do bëj me këtë, thot, është shumë i madh. Dhe pyet psikiatri dhe thot, dhe për këtë thot tentove të vritshë veten? I thot ai, po thot çfarë të bënja tjetër? E psikiatri e këshilloi, mundohu thot që të japësh diçka tek tjerët. Bë diçka në kujtim të babait tënd, për veten tënde. Po këtë kam problem, thot, se nuk e jap dot, thot, edhe nuk di se çfarë bëj me këtë gjë. Ja ankthi i madh që shpeshherë krijon pasuria. Dhe jo vetëm këtë ankth, po pasuria ngjall dhe zeli tek të tjerët.